Përshëndetje të nderuar teleshikues, mirë se erdhët në Jashtë Kontrollit. Jemi sërish së bashku si çdo të hënë të martë të njëjtë dhe të premte ku fokus kemi aktualitetin politik në Shqipëri, Kosovë, rajon dhe gjeopolitik të njëjtëve. Fokusi mbetet tek zhvillimet në vend. Kam të ftuar Almer Toskën, drejtuesi portalit Timoni.al. Almer, kënaqësi që të kam. Faleminderit për ftesë. Gjoj Malsin, koleg gazetar. Gjoj, kënaqësi që të kam. Faleminderit, kënaqësi. Poli Hoxha, drejtuesi alfapress.al. Alfa Press, një nga portalet e cila po e ndjek Poli me shumë rigorozitet protestën ndaj të kam këtu. I është kushtuar pak a shumë. Si lexove zhvillimet sot para parlamentit? Deklaratat kanë qenë të forta, sikur protestat degradojnë në dhunë. Kryeministri Rama ka folur për rikthim të atyre pamjeve që jemi mësuar të shohim. Me opozitën e Berishës. Çka nën kuptonte që Zotin Berisha, opozitën e Berishës. Në fakt, si qëndron e vërteta? Shiko, e vërteta qëndron që kjo tentativë në fakt u bë edhe përpara 2 ditësh, sepse protesta vendosi që si target ka kastën e vjetër. Dhe një nga segmentet më domethënës dhe që përfaqëson shumë nga ato për të cilat po revoltohet populli dhe që ka protesta dhe që kërkojnë të ndryshojnë, një nga segmentet më kryesore është parlamenti. A është ky parlament që bën ligje për investitorët strategjik, për zonat e mbrojtura, Pra, është ky parlament simbolika po thua? A është patjetër, pra, a janë ata deputet që mbrojnë Belinda Ballukun, kur spaku kërkon arrestime dhe pavarësisht e tjerë. Kështu që është shumë logjike që një segment i protestës, ata që kanë kohë e tjerë, sepse aty është çdo gjë vullnetare, secili ka dalë me dëshirën dhe me qefin apo me hallin e vet, të shkojnë kur këta paraqiten atje dhe në mënyrë simbolike, siç bëjnë protestat në çdo vend të dashur, të civilizuar, me vezë dhe me miell, apo dhe me parullat e tyre, t'ju tregojnë vendin, t'ju tregojnë kush janë. Dhe ata në fakt e tregojnë vet, pa arritur që t'i kap veza dhe mielli, sepse ikin me vrap, ne kemi parë pamje, dalin nga dyert sekrete, nga Kështjella, nga Kanaja, nga Bodrumi, nga tjerë, domethënë e kanë frikë protestën, se ata që se kanë frikë kalojnë dhe aty, apo jo, pavarësisht është. Kështu që në këtë kuptim, kjo është më se normale. Është normale, po thua që prit pra ta mbaroj motivin që pse shkojnë aty. Tani, duke parë këtë lloj situate, u bë provokimi i parë, u detyruan në liruar. Sot ndodhi domethënë një agravim edhe më i madh. Por për herë të parë gazi lotësjellës edhe ajo dhe me përpjerje të gjitha, në mënyrë jo proporcionale. E ishte edhe para jo proporcionale, por sot u tejkalua dhe më shumë. Po të futemi në kontekst, Edi Rama është përpjekur që nga fillimi të los njerë ngeli gafil në kuptimin sepse u bashkua me Berishën 3-4 ditët e para. Ishin gjithë kundra protestës. Pastaj kaloi tek agjenturat e huaja, kaloi te iranianët, kaloi te blogerët, kaloi tek kundra investimit, u përpoq që nuk ju ngjiti, është për Zvërnecin, është për Flamingot thjesht. Dhe më në fund e kuptuan që është kundra tysh, ose domethënë nuk e kuptuan, dhe filloi të merrej me biografitë e secilit, të fusin njerëz aty apo të gjenin, ne jemi të gjithë njerëz, mund ta gjesh ndonjë diçka nga jeta, nga biografia, arrinte edhe tatuazhet. Domethënë dhe tatuazhi ishte linçimet publike të protestuesve. Dhe tatuazhet. Nga ana tjetër, atë që kishte vënë si shef njeriu më të paftë që ka për të punë Tauland Ballën, 1-2 thoshte po na bën thirrje populli që policia të ndërhyjë se këta po na zën rrugët, këta na vinte lagjas, na lënë të flenë, na lënë të shikojnë ndeshjen. Dhe ishte krijuar një situatë e tillë. Por në fund të rrugës u pa që e vetmja gjë që kanë patur sukses këta si kast ka qenë loja dyshe Rama Berisha. Loja dyshe, domethënë gjithmonë me atë teatrin, e ke parasysh këta sikur bëjnë luftë, dilte Berisha me 500 veta atje, edhe me skuadriole, dhe ky tani 500 veta ju vinte nga mbrapa 1500 policë, mban mend, të armatosur rënd ata, edhe duke sigur do bëj nami atje, pastaj të nesme në parlament vinin, ndanin pazarin e radhës, bënin muhabetet, qeshnin me njëri tjetrin. Kjo lloj loje, game over e kam thënë këtu dhe është kthyer e pashis. Në një nga parullat. Domethënë loja juaj ka mbaruar, është thelbi i protestës. Domethënë i kësaj kaste. Dhe tani shkojnë ata, shkojnë me vezë, shkojnë me kështu. Provokimi i parë filloi me një grup
që është i përhershëm, Gent Progrni e disa çuna të tjerë atje që ishin në lokal kishin qenë dhe sa deputet. Dhe futet policia, e kupton, sepse deputetët janë deputet dhe i merr i arreston atje brenda lokal. Në lokal i merr i nxjerr jashtë me dhunë dhe i arreston. Pastaj fillon pjesa tjetër dhe kjo ndodh që në 9:30, gjysmore para sepse protesta ishte njoftuar që duhet paraqiteshin njerëzit të shkonin njerëzit në orën 10. Pastaj kur fillojnë gjitha këto dhe arritin në një moment në disa përplasje që ishin shumë të forta dhe pastaj protesta u ul në shesh përballë derës, gra, pleq kishte e tjerë. Erdhi ora 1:30. Dhe iknin për drekta. Vjen dreka e ministrave, vjen dreka e deputetëve dhe duhet hapur rruga. E kupton? Mbarun dhe punimet parlamentare, se Marta ishte kështu, po okay. Ashtu dhe erdhi koha e drekës dhe siç ishin tulur në shesh ata pas një lloj shkaku ju hodhën masën më ekstreme që mund të hidhesh, domethënë gazin. Këta ishin tulur në tulur, po unë kam parë live tulur dhe ashtu. Ky ishte një moment e ke parasysh që u shpërnda dhe po të shikosh pamjet, sa u shpërnda kjo, dalin bencat e zinj, vup, ministrat, e kupton, ikin. Dhe aty pastaj ky agravimi ishte edhe një grup tjetër që për mua tregoi një farë shmangje nga fryma e protestës që vajtën thyen një makinë policie. Pash atë pamje. Kishte edhe element të cilët mezi e prisnin që të tregonin. Gjithsesi po, a janë këto ekstremisht. Dhe në gjithë këtë kontekst Edi Rama dije nga Gjermania tha. Dëgjoni tha, dhe foli për proces dhe për herë të parë ka filluar të thotë edhe Taulantier. Është e bukur kjo protest. Deri diet çfarë thoshin, a? Kjo protest është e bukur, por dhe policisë, kjo protest është e bukur. Thoshte, por ata shikoni tani nxori kthetrat, thoshte dhe në Gjermani tha sepse në atë bulevard ku janë këta, tha, janë vrarë dhe 4 veta, është derur dhe gjak, domethënë ka fjalën për para Arsin, për Berishën në 21 janar. E tha dhe sot me pensionistët, që vajti mblodhi ca pensionistë aty për atë lëmoshën 50.000 lekë të vjetra që ju dha prap nga halli tani. Dhe kur ndodhen këto përplasit atje, tha, ja e pa, tha, i nxori kthetrat, tha, politika e dhunës. Politika e vjetër në kufon të Berishën, po. Dhe pasi u vërtit me iranian, me agentura, me dreq, me Flamingo, me kundra investimeve anti-amerikane, anti-Trump, që në fakt ja ka futur vetes me gjitha këto, se ka bërë armik dhe Trumpin, se ka përzirë pa lidhje fare, dhe tani po i kërkojnë senatorët llogari Trumpit, për çështjen e Zërnesit, dhe tani pa pritur nxori atë lojën e vjetër, loja dyshe, që këtu kemi përballë Gogolin Berisha, që e ka mendjen vetëm të bëj dhunë, të godas policët, të thyej makinat, nesër do ta shikoni edhe me molotov. Po si është e vërteta, Poli, nëse e vërteta, po jo më mirë dakord, po tani ata dëgjojnë sekond. Kjo protestë kërkon në tepsi kokën e të dyve dhe patjetër që ata do shumë pak po bëjnë. Ose shumë pak kanë arritur të bëjnë, se janë përpjekur të i bëjnë gjitha. Ata janë miliarder. Ata kanë gjithë pushtetet, ata kanë gjithë fuqit, kanë mediat, kanë gjitha dhe në një farë mënyre kjo është një protestë epike që ju ka rezistuar atyre. E kupton, se kanë filluar aty me grupe brenda kuvende drejshit. Si hyp Berisha këtu? Berisha në fut, Berisha. Polici nuk e drejton Berisha. Të po them. Berishën apo flasin për lojë dyshe. Berishën e fut Rama, më vëlla. E fut Rama. Se për mendimin tim, reagimi i protestës sot ka qenë nëse normal, vetë mbrojtës. Jo proporcional ka qenë ai. Reagimi i policisë. Po, i policisë. Se në fund fare, o zotri, çfarë po kërkojnë këta? Këta kërkojnë që t'ju thonë atyre deputetëve, ju jeni të shitur, siç i thonë opozitë. A e vret frymën e protestës kjo? Jo, fare, përkundrazi energjizon dhe do ta shikosh edhe sot me numra dhe sidomos do ta shikosh në datën 4. Por kjo e forcon sepse kanë ndodhur disa në protestë. Njerë u futën disa dhe unë bilese kapa tek Alfa dhe bëra edhe një video dhe thosha Kastilen shkrim. Thosha shikoni kur këtë video ta eth nesër Edi Rama dhe Taulant Balla dhe ata e hodhën direkt, pavarësisht se unë i kisha ashtu. Dolën 2-3 me mikrofon nga ditët e para dhe filluan atëherë kur u fut PD-ja. Edhe u eliminuan ata se filluan do t'ju tërheqim zvar, do t'ju bëjmë nënën, le të vritemi, Kur u fut PD-ja po thua ku?
Në protestë, Protestë, okay. Protestë ka tentuar PD-ja njerëzit ashtu, ca shtrëngojnë dhembët, është futur sot ka patur prapë element. Dhe kjo është alibia që kërkon. Jepja Xhoin më mirë. Kjo është alibia që kërkon Edi Rama. Edi Rama të vetëm alibi që i ka ngelur është kjo. Kjo vetëm reflektim për protestën që elementët që e nxirrin kokën për ta bërë pis protestën ose për t'i dhënë alibira shkaqe Edi Ramës që ja kush janë këta, të reflektoj si që ka reflektuar rrugës, sepse është edhe një protest, prandaj është dhe e bukur, sepse i ka brenda gjitha rrymat, është e lirë për të gjithë, dhe kushdo mund të abuzoj me protest. Gjoj, si i vlerësove këto pamje apo këtë moment të ri, le të themi, nga e marta kemi patur shoqërimin e Dritan Goxha dhe disa protestuesve. Sot jemi përballë përdorimit të gazit lotësjellës edhe asaj ujëhelses në kuptimin e përshkallëzimit. Kjo domethënë është maksimumi që mund të perceptohet aktualisht. Deri tani ky ka qenë kundërreagimi i policisë raport në protestë. Si e vlerëson këtë moment? Red, momenti më kulminant në kuptimin e përshkallëzimit protestës ka qenë dita e sotme dhe pardjeshme, e marta. Në kuptimin e elementëve që kemi parë, pavarësisht drejtim politikanëve dhe makinave të tyre, u formuaj lloj kordoni policor që nuk e ndeshnin prej 30 ditësh. Edhe i cosplerash në fakt që kanë harruar ta përmendin njerëzit. Po nuk do shumë. Ai koshi u tremën vërtet. Dhe nga ky kuptim, deri tani policët kemi parë të fshehur, pra qëndronin pas institucioneve në një lloj gatishmërie që prej ardhjes së protestuesve në parlament i shohim më të dukshëm, madje formojnë edhe kordone. Për shembull, nëse shkon pas dite në protestë edhe përpara kryeministrisë nuk është kordoni i zakonshëm që ekziston, për shembull kur proteston PD-ja apo elementë të tjerë. Doja ndalesha pak tek ajo që përmendi dhe Poli, te ky miti që kjo qeverisë të vret, domethënë sikur po të bën një nder të madh që s'të vret. Domethënë drejta e jetës është e parë, drejt kushtetuese, është e drejtë natyrore, domethënë është e turpshme të mburret një qeveri që nuk po ju vrasim, e kupton? Domethënë nëse s'na vret si bie logjikisht mund ta bësh çdo gjë tjetër, mjafton që s'na vret dhe jemi në rregull. Dhe mos protestohet. Realisht është shumë qesharake, domethënë që një qeveri të përdori, një kryeministër të përdori si argument faktin që s'po vret protestuesit. E dyta që ka rëndësi ka të bëj gjithashtu dhe me garantimin e lirisë së protestës. Okej, ka patur një liri për të protestuar, por dhe kjo nuk duhet marrë sikur diçka që po ndaj fal qeveria. Drejta e grumbullimit është prapë një parashikim kushtetues. Sa i takon akteve të dhunës, protesta red ka nga ekstremisti fetar tek libertariani seksual që identifikon veten që them me këto gjërat që s'kan fund, pra gama e pjesëmarrësve atje është kaq e gjerë sa nuk mban dot përgjegjësi për çdo gjë që ndodh. Është Shqipëria bruto. Pra ka element nga më ndryshëm. A e dënojmë një gur mbi kokën e policit, do ishin budallë, thonim jo. Megjithatë, përfaqëson një gur mbi kokën e policit gjithë protestën, për mua jo. Shoqërimet i pam që disa prej tyre ishin të drejta, po pam gjithashtu dhunë shproporcionale të tipit 5 veta mbaj një protestues, vjen një 6 dhe i bie me shkop gome. Domethënë edhe kjo është e papranueshme. Duhet të ketë një raport mirësjellje që e kemi parë në protestat të shkuara, ju kanë dhënë lule policëve, ujë, edhe sot pam një policë që ndihmonte me ujë një të moshuar. Pra nuk ka pse të kthehet në një betejë mes policëve dhe protestuesve. Kjo është gjithashtu e rëndësishme. Dhe nuk është, s'ka qenë, edhe nuk është. Dhe sa i takon konceptit politik, vë re që ka një natyrë përjashtimore. Një pjesë e organizatorëve përjashtojnë partitë politike përjashtojnë partitë të tjera, partia e madhe tënën i mbron të shtunën i shanë edhe varet si merr edhe java tjetër. Protesta nuk ka as pronar, as po themi padron. Protesta është e hapur, mund shkoj kushdo, nuk ka ndonjë lloj vettingu kur hyn në shesh. Dhe në këtë kuptim, nëse gjejnë pika ku bien dakord me të ngjashmit,
qoftë dhe me ata që ngjajnë fare pak në kuptimin që janë shtetas të vendit, nëse gjejnë pika për të bashkuar do të ishte pozitive, por të kontestosh çdo element politik që nga Redi Muçi, Arlin Qorri, Lapaj, që të mund gjithë ata që marrin pjesë aty, Sheja, i Kapri, këta janë deputet. Nëse ti vazhdon për zë, çdo faktor që merr pjesë atje me idenë që ke e njëjta gjë vlen edhe për politikën, nuk është sheshi për të bërë vota. Po nëse vazhdoni fryng kësaj idesë që ky s'lejohet dhe ai lejohet, pastaj dalim të ajo që kush nuk është mëkatar le të hedhë gurin e parë, dhe kështu i hym një loje që nuk i dalim dot. Po, Almer. Si po e lexon protestën se javën tjetër nuk kisha në emision? Në syrin me optimist, protesta po ruan efektin e qëndrueshmërisë, pra efektin kohë, pra po vazhdojnë të protestojnë, po dalin në rrugë. Në disa raste, siç thanë kolegat më parë, po tregon një lloj agresiviteti që në disa raste është i panevojshëm, si qoftë me policinë apo si qoftë edhe me deputetët. Dhe këto unë mendoj që gjitha këto sjellje të përshkallëzuara janë të mirë kuptuara, sepse kemi parë në Greqi protesta shumë të dhunshme, që thyenin dyert e dyqaneve, marketeve, kemi parë në Francë më të dhunshme se kaq. Pra sepse është një irritim popullor i cili kërkon të arrijë një qëllim të caktuar. Ajo që mua nuk më ngjit, apo ajo që mua më lë që shikoj për të dëshiruar protestën, e cila nuk po arrin edhe pse ka kaluar 32 ditë, është që efekti shoqëror i protestës po humbet rëndësinë. Çfarë do të them për këtë gjë? Pra, qytetarët e thjeshtë të cilët kanë qenë ata që kanë mbështetur që nga dita e parë për shumë problematika që vuajnë jetën e përditshme, këta qytetarë të ndershëm dhe jo aktivistë, këta mendoj që po bëjnë një hap pas. Po largohen nga protesta, po distancohen nga protesta. Dhe shumira dhe shumica mendoj distancohen nga aktet e dhunës, që unë mendoj që në shoqëritë e modernizuara demokratike, që këto janë akte normale, nuk ka tejkalim të asnjë caku. Kurse shoqëria e cila e përshëndeti me fëmijë, shoqëria e cila doli aty familjarisht, shoqëria e cila jepte mesazhe, unë mendoj që kjo pjesë e shoqërisë dhe qytetarëve të Tiranës mendoj që po largohet nga protesta. Unë e kam ndjekur, siç e kanë ndjekur të gjithë, dhe kam parë që numrat në protestë në momentet caktuara janë numra shumë të vogla, pra. Pjesëmarrja në protestë është shumë e vogël, bien numrat. Pse bien? Sepse qytetarët kërkojnë Rama Hamburg, Berisha Hamburg, këtë parullën e famshme, e kërkojnë që të ketë një ekzekutim politik të gjës, nuk kërkojnë ekzekutim ligjor, pra nuk e fusin ata. Ata kërkojnë që kjo parulla të marri një lloj dimensioni tjetër, të marri një kuptim tjetër. Çfarë është kuptimi tjetër? Që kjo protest t'i vendosi kushte të diktoj ndryshime rrënjësore në shoqëri, ndryshime rrënjësore politike. Ata kërkojnë Rama Hamburg, Berisha Hamburg që këta të dalin nga politika. Por kur neve shikojmë këto lloj sjelljesh të disa njerëzve, më thënë, pa pasur autoritet publik, pa qenë askushi, me thirrje që kalojnë çdo lloj. Unë kam parë thirrje nga thirrje që dënonin fenë islame, thirrje që godisnin Ramush Haradinajn, thirrje nga lloj çmendurish kam parë në protestë. Për sa kohë mikrofonin atë protestë i jepet njerëzve të çmendur dhe njerëzve me probleme të theksuara, të egoizmit, të psikikës, apo çfarë do lloj fenomeni shëndetësor që kanë në veten e tyre dhe marrin ato, mendoj që kjo nuk i shërben kauzës dhe protestës, që qytetarët duan në të vërtetë. Zotri, qytetarët duan që të kenë shërbim shëndetësor. Qytetarët duan që mos ketë korrupsion në institucionet ku ata trokasin për ditë. Qytetarët duan që kur mos paguajnë 10.000 euro te kadastra. Qytetarët duan që arsimi të jetë më cilësor. Por ku krijohet një grup i cili ka protestën prej fyti dhe një grup i cili nuk di të orientoj politikisht protestën, për mua janë destinuar të dështojnë. Unë jam shumë dakord me kolegët, si me Gjoj dhe me Polin, që protesta, më thënë, ka disa anë pozitive. Por unë kur i bëj një analizë, sipas me një optikës time më detajuar, kur shikoj këta, unë them që protesta nuk arrin asgjë nëse vazhdon në këtë lloj mënyre. Po pse çfarë do të bëj? Për mendimin tim, protesta nuk do të humbasi numrat e para. Dakor, qëndrueshmëria është një fitore e madhe që njerëzit 32 po dalin. Dakor. Numrat, qytetarët, përfshirja, mundësisht, unë e kemi parë protestë jashtëzakonshme para 2 javësh që mund të ishin 100.000 njerëz në shesh. Ky kapitalizim popullor duhet nuk është ata numra. A je dakord për këtë aksion politik, Almer? Ka një gjë, për mua ky aksion politik është më se normal, nuk ka asgjë të tepruar këtu. Unë mendoj që goditja me vezë është një nga goditjet më simbolike që i ka ndodhur dhe presidentit Bush,
nga Me gazetarët. këpus fare, po. I ka ndodhur, pra nuk ka asgjë anormalitet këtu. Përkundrez, unë mendoj kjo sjellje kapitalizohet, nesër në të ardhmen ka një mbështetje, a sjell kjo lloj sjellje përforcim të ides, jo ta mbaroj atë fjali. Unë kam dyshimet e mia që edhe brenda protestës, dhe brenda tyre që janë grupe organizatorë që kanë një garth aty, një lloj ringu, që në të ring hyjnë dhe flasin vetëm ata që duan ata. Unë mendoj që Rama dhe Berisha kanë dorë. Çfarë do të them me këtë gjë? Unë mendoj që një pjesë të organizatorëve aty janë të kapur si nga Rama dhe nga Berisha që ata i duan në burg. Një pjesë të organizatorëve brenda, unë mendoj që janë të kapur nga Rama dhe Berisha. Këtë gjë e kam të faktuar dhe e kam të argumentuar nga rasti njerëzit që marrin fjalën, përfshirja e njerëzve të cilët janë të identifikuar si të Berishës dhe të Ramës, identifikimi që është bërë disa individëve të cilët kanë pasur të shkuar. Për shembull, një nga forcat kryesore të protestës u bë kryetare e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike. Po. Pra, e do videon të shikosh që ja hoqën mikrofonin sa u mor vesh që ishte antar e Këshillit Kombëtar të PD-s. E shpjegoj shumë mirë Gjoj se çfarë do të thotë përjashtimi të tjerëve. Unë mendoj tani. Jo, asnjëri s'është përjashtuar aty. I partjakëve po. Dakor, pra. Është vënë kush, partjak jo. Okej. Po nëse bëjmë vepër dënueshme adherimin politik, pse? Jo, më janë aty më burgjisë.